Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi mbrëma dhe përshëndetje të nderuar shikues. Është ky takimi jon i radhës dhe i rregull tashmë njohur për gjithë shikuesit tanë në emisionin Rruga e Ndriçuar, emision i drejt për drejt dhe njëkohësisht kontaktues, dhe si zakonisht me neve është profesor doktor Shevçet Krasniqi. Hoxh, selam aleikum dhe mirë se erdha. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh, mirë se jeni. Allah ju shpëleft. Duke pas parasysh si zakonisht, edhe në këtë rast kemi shumë pyetje hoxh nderuar, por desha të pyes s'po duke të dëshiruar misardhje prapë në Kosovë, pasi që ishin në haxh dhe pak fjalë se çysh ki kaluar në haxh dhe njëkohësisht edhe pak fjalë për ata që bëhen shumë e madhe për tragjedinë që ndodhi. Edhe në media kemi pa spekulime, analiza ndryshme, por ju keni qenë atje prezant dhe sigurisht opinioni juaj është pak më ndryshe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah për të madhit Allah, i cili haxhin e ka bërë farz, obligim, shtyllë për shtyllave të fesë. Limen istata ilejhi sebila, se që ka thani madhi Allah, për ata i cili ka mundësi, për ata i cili ka mundësi, plotëson kushtet. Kushtet kryesore, pasi që të jetë musliman, ka shumë kushte për kryesore, me qenë ato fizike edhe materiale, ndërsa ata që nuk kanë, nuk i ngarkan Allah azza wa jall, por ata që kanë mundësi e kanë për obligim farz me shkuën haxh. Dhe këtë obligim, këtë detyrë, sikurse e kanë kuptuar musliman të mirë, pjesa dërmuese e tyre. Për atë arsye, falë Allahu të madhruar, që 1428 vite për afërsisht, që pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka bërë haxhin, që quhet edhe haxhi i lam të mërës, dhe vetëm haxh pas shpërngulës së tij në Medinë pas hijretit, pas formimit të shtetit të parë islam. Që nga ajo kohë e deri më tani, haxhi është kryer gjithmonë. Tashmë në kohën e fundit, dekatat e fundit, pasi që Zoti ka dashur dhe ka hecur teknika, teknologjia dhe është lehtësue, është shkurtue rruga, është shtu natyrisht edhe numri. E falë Zotit, edhe në trojet tona shqiptare, të Ballkanit përgjithësi, në shtetet ish komuniste, të cilat kanë pësuar apo kanë pasur një periudhë zakonisht të zëmt, se për këtë fesë, një pengesë të madhe të zhvillimit për parimit shoqërisë, sepse komunizmi gjithsesi ka konsideruar fenë opinion, andaj edhe ka luftuar më shumë se çdo kusht tjetër. Tashmë edhe pe popullit tonë, elhamdulillah, po shkojnë haxhi mjaft. Do të them, kanë kuptuar muslimanët mirë se haxhi është shtyllë e fesë dhe shkojnë nga katër anët e botës. Bile, shteti Nikoqir, që i pret haxhi dhe është obliguar me i pritë, me i përcjellë tjerë, Arabia Saudite, ka problemet më dha, presionet më dha, nga numri i madh të interesuara për me shku, gjatë që ka shtyra të mja kufizu numrin. Për ata çdo shtet e ka të kufizuar sa haxhi me shku. Në 1 milion haxhi janë duket janë edhe 1000 veta, kanë të drejtë me shku, e nëse ka 100 milion, ka të drejtë me shkuhe. 100.000 haxhi, nëse ka 80 milion, si Turqia të zamë Egjipti, kanë të drejtë me shkuhe 80.000 haxhi. A Irani gjithashtu, Pakistani ka më shumë, Bangladeshi ka hala më shumë, 170 milion,
Indonezia ka dhe më shumë, natyrisht ka më shumë të haxhi. Pra numri kufizuar, bile si vetë ka qenë numër dhe më i kufizuar, për shkak të merremetimeve që janë të bërë zgjerimit të haremit Qabës në Mekë, numri ka qenë edhe më i kufizuar. Edhe sipas asaj të informatave që kemi marrë ne më shumë se një herë, dikur rreth 1,5 milion kanë qenë haxhi, nuk kanë qenë më shumë kësaj radhe. Përderisa viteve të kaluara, numri i haxhive nganjëherë ka rritë 2,5 milion. Por si vjet ka qenë ekstrem, kanë shtrënguar edhe për haxhit e brendshëm, sepse ata të brendshmit shkojnë pa vizë, nuk ka nevojë marrë për jashtë për vizën brenda, por megjithatë të gjitha pikat kufitare, pikat rrugët kryesore që çojnë në Mekë kanë qenë shumë të kontrolluara, jashtëzakonisht kontrolluara, sikur kufit shtetit. Në mënyrë që mos lejohet asnjë qoftë saudian, qoftë me leje qëndrimit të jashtëm, qytetarë tjerë me leje qëndrimit, atë senatorë, punëtorë të tjerë, mos të shkojnë pa leje nga Ministria e Haxhit. Pra ka qenë një rregull bege strikt. Haxhi është zhvilluar natyrisht, elhamdulillah pe Zotit, ne kemi qenë pjesë e haxhillukut kësaj radhe. Zoti kishte pas shkruar lart në qiell, nuk e kam pritur fort, qef kam pas, por nuk e kam pritur që do të shkoj si vetë në haxh, por dishte Zoti, kishte pas shkruar Allahu dhe çastet e fundit u merr dhe unë më ndërçën letra, viza, më erdhi një ftesë për Ministrisë së Haxhit, kam qenë zyrtarisht i ftuar si mysafir i Ministrisë së Haxhit për qeverisë. Ka pas mysafir gjithandej nga një nga dy shumë vendeve të botës. Për arsye dhe një kthy më herët se po, jam kthy sepse kam qenë, jam kthy më herët, sepse unë kam qenë vetë, nuk kam qenë me haxhit i lidhën, ani pse kam vizituar haxhit e tona atje, natyrisht, haxhit të Kosovës, të Maqedonisë, të Shqipërisë nuk kanë mujt me shku, me vizitu, të diasporës të Gjermanisë më kanë bërë një ftesë me shku, më marrë një ligjëratë, nuk kam mujt, sepse ka llak i madh, dhe ne kishim angazhimet tona para dite dhe mas dite, se do që tjetë, elhamdulillah, për Zotit, haxhi është haxh natyrisht temperatura e lartë, i rëndan haxhit, dhe gjithmonë jemi mundu dhe mundohom, edhe haxhillarët e tjerë me këshillu haxhit që me pas kujdes se temperatura është e lartë dhe lodhja e madhe, harxhimi i energjisë, nganjëherë edhe rrezan haxhit, pa kujdesia aty në vullnet i madh për me bërë sa më shumë haxh. Ajo që kanë aprishin neve pak kënaqësinë e haxhit dhe atëfar ëmbëlsirën që shijuam në haxh, thot drejtën, mu personalisht po mendoj edhe gjithkujna, çdo haxhiu që të këtu edhe vendin tonë këtu, po dhe çdo kush që ka zemër të shëndosh, ku do që ndonë ndonjë bela, ndonjë sprov, ndonjë katastrofë, mërzitet natyrisht. Mërzitet. Unë mendoj edhe nga parimi njerëzor, se lërëm nga parimi islam si musliman, edhe pula me ngorë dikon, pasha Zotit dhimin. Zaj pula. Se kur ishte para disa viteve, një farë smundje pulave, një farë virusi pulave, edhe likvideshin pulat me 1000, 10.000. Gjënambe ke, pa hajvan është taj. Po një që ko pak më shisë. Qot e lërë mo me qenë njerëz, ndodhe e fatkeqësi që ka ndodhe, ne kemi qenë afër aty, por se kemi pa me sytë tonë, sepse kemi kalu pak për para tyne. Natyrisht e mërzit shumë, atë është një pak kujdesi, pak, ndoshta edhe haxhive. Nuk ka kulturë të duhur dhe kjo ju mund nga haxhive tonë, haxhive në përgjithësi, ju mund kultura haxhit. Edhe kjo është tribuna që ne, ishte tema konferencës që ne ishëm të thirrën, konferencë 2 ditore, të udhëhequr nga vetë ministri haxhit, 2 ditore haxhi se qëllim apo synim i shariatit edhe kërkesë njerëzore, pra edhe vetë karakteri njerëzore kërkan me pas një kulturë. E që ka mund përfituat për haxhi këtë kontekst, haxhi është një universitet i madh me plot fakultete. Më duket pak është me tha fakultet, universitet, që ka mund përfiton njeriu prej haxhit. Dikush mendon se haxhi që musliman të thjesht shkojnë që të hupin kohë, hupin parë, harxojnë parë,
edhe ka që shkojnë për guri, silën ka dhe gurit, se qapja për gurit, kapin, shkojnë enën për guri, Safa Merva, shkojnë e të kapin gurin e gjojnë i guri, kështu mendojnë. Por, jo pasha Zotë. E vërteta është diçka tjetër. Haxhi është madhështi edhe se thatë kemë shumë pyetje mos ta bëjmë këtë temë. Unë kam pas kohë meditetje gjatë 2 ditëve sa kemi zhvillu debate, punime shkencore, seminare, reagime, komtesa, e tjerë. Haxhi është një dhuratë e madhe e Zotit. Vetë fakti, unë mendojisha, vetë fakti, pse Zoti le haxhin në fund, pse bërë shtyllën e 5. Sikurse shtë namazën e fëmija bojnë. Namazën bojnë e fëmija. Namazën bojnë tanë muslimat. Gjitha shtresave, gjitha moshët, gjitha nivele, kategorive, tjere. Për haxhin jo. Sikurse, pasi që ke plëcu shumë sene, ke kaluar për shumë faza në jetën tënde, Allahu po dënë me të nxjerrë pak për vendit tënë. Që nxjerrë pejgamberin alayhi salatu wassalam prej Mekës, ku e qaj? Në qiell lartë. Në herë qaj në Kutsi Sharif, Mesjidul Aqsa, në Jerusalem, pastaj qaj në qiell lartë. E neve Allah nuk na qenë në qiell, por dënë Allah me në nxjerrë për vendit tonë, se cilë njeri që ka mundësi, edhe me quna të vende, me i paku është një histori me vjetra në botë, është një shtëpi e Zotit, është një vend ku masë shumëti ka zbritur mëshirë për Zotit dhe zbret. është një vend ku kanë shkel burrat më të mëdhenj të dunjas. është një vend ku prej tij është ndryshuar dunjaja krejt. Është ndryshuar dunjaja. është një vend ku njeriu plotësohet shpirtërisht, freskohet dhe ushqehet psikikisht. Pushon zemra. Syri letan, shpirti kënaqet. është një vend ku të spastron prej gjenaheve, prej ngarkesave psikike, prej shumë belave, të cilat njeriu pa çare se mbushet, apo është pjesë e tyne sa të shkit jetë. është një vend ku ndryshon njeriu më shumë se çdo vend tjetër tokë të Zotit. Për ata haxhi nuk ka thjesht pra shkurje, hece, gjurtje, gurve, tavafe tjerë, por aty ka shumë sene. Ndërto, është edhe kulturë, respekt, mënyra e lëvizjes, mënyra e kryerjes atyre e riteve fetare. Që qenë një xhami, të marrëm një xhami 50 vetë, merrem me 200 vetë, 300, një xhami të mesme me 300 vetë. Nëse ne nuk kemi kulturë të faljes në xhami, dhe Enim Hoxhën ka thëtë se me safi ma shumë të që ka sevap është safi parë. Apo? Safi parë. Andaj, ai cili ka mundësi me shku saft parë, mos të lem pa shku saft parë, që ka këtë sevap këtë dhe këtë dhe këtë. Dhe ata shka ndodhë, po nësë kishëm kulturë, i ndëgjëm këtë thanje, në bëjmë tërë të tonë saft parë, po nuk i nëzënë e burë. Jo, pa qare ka me hytë qoftë edhe me shtyja ta me qitë në tokë, me qitë për safit, sa je plake, shtyjune, për me hi vetë. Ka kultura këto? Pra në xhamia, pa qëfar edukat është. Jo vetëm xhamia tona me 300 vetë, po edhe në Qabën e Bekuar me 2 milion njerë që ta falin gjëman për i herë. A di shka dhe me thonë 2 milion njerës? Për një herë. Një shtetë. Kosova komplet, këtë Kosovën tonë, komplet. Imaginati çka është kultura muslimanit. Enda pa përfunduar muezini,
qad qamet as-salah, i kametin me bo, Allahu akbar, la ilaha illallah, dhe imami 2-3 fjalë, drejtoni safat, plotësoni safat, mësoni zbarasim me zvete, Allahu akbar, krejt, pa frym. Pa frym, mizanihet, 2 milion njerëz e burr. A ka generali ushtrisë që mundet që ka të shpejt, apo sa i dohet kohë një generalit të ushtrisë me i bëhe rresht në Shqipni thëjnë zbar. Me i bëhe zbar. Kjo është pes gjuhë slave, po Shqipni thëjnë zbar. Me i bëhe rresht 10.000 ushtar, 20.000 ushtar, 100.000 ushtar, e mos lasën 1 milion. Sa kohë dohet që ati generalit? 1 milion ushtar, 2 milion ushtar. Ndërsa tek ne, në qabe, 2 milion njerëz nuk ka nevojë më shumë se sa, me thonë drejtoni safat, plotësoni safat, Allahu akbar, edhe krye nuk nihet asnjë zhurmë. Pra, kultura namaz e kanë marrë muslimanët kultura namaz mirë. Nuk hinë me këpuc, nuk shtyhen, nuk flasin, nuk e ngritin zanin, nuk e kësejnë tjetërit në qafë, është kulturë e mirë. Pra ta kush në gjami knaqet, i përshën zemra. Por kjo kulturë pa mungon në haqë. Pa mungon kjo kulturë në haqë, ndoshta pse është një herë në vetë, ndoshta pse po shkoj njerëzit rallë një herë në jetë, ndoshta e unë ka pak ila fajtore dhe cëlt organizator veç e veç të gjitha shteteve. Gjitha shtet në botë, kur të qesh një grup njerëzish, për shembull ti je arsimtar mësues, nëse klasën tane të përbër për 30 veta veç, i merret që në shëtitje dikon 1 ditë apo 2 ditë. A, thonë, nuk ja vlen me martim, mi këshillu një gjysore një orë për para ata, mi këshillu mirë se këna me shku këto, këna me bo këto, pregadit në bënë këto, më rënë me veti, do të me pas rene, me pas të një këshillu. Po më nejt një avë ditë, do të përgatit edhe me mirë, natyrisht. Po mi pas 5-600 haxhi, 1.000-5.000 vetë, po mi pas të moshave të ndryshme, deri plet 70 vjetë të cilët hinë këtë vesh, i denë këtë vesh. Së një mira heqin nga rati. Do të mja thonë 3 herë, edhe ata kur të një ta mërë vesh dalash, sepse plako lodhaj. Mosha badrejt. Të lutem, andaj dohet me i pregadit haxhit në mënyrë që t'jenë të kulturun, të edukuar, kur të shkojnë në haqë. Inshallah Zoti kam shëru ata njerëz natyrisht. E spekulime që ceke për tek ne, po tek ne, diçka të them vëlla, Zoti na drejtoft. Unë tash nuk e di këta tonë e ngëzu, a jenë mërzit, e kanë cekë si problem, si fatkeqësi, apo jenë mënu me thëmbu dhe me përqesh shtetin Saudit. Tash nuk kam qenë këtu. Në shumicën e rasteve është akuzu shtetit që s'ka pas të kujdesje për njerëzit. Po ku bedin të kallëzim ti mu? Fali një kanon shtetit ku bedin ta? Ku bedin ta? Mandej ka pas spekulime dhe fotografi kënë se gjenazët të vdekut me bagerjen. Këtu janë rënët kulluara dhe janë që këtu janë pështërsi, janë likështi, janë në çdo nivel të kulturës, me mendohe, me shku me një dikuj, se muslimant me lugë, a që quhet aja, lugë ngarkuse që quhet aja, i bartin kufomat. Mu ma të regaj dikush një fotografi, dhe a din të që fotografi tash, që është e guri aty, që ke guri si o gjak, a dikur është aj, a vitet 70-ta, që e guri, është i vitet 70-80. Që atë e kom zanë, kër kam shkuar. Unë kër kam shku që atë, e kam zanë 86-ën, 7-ën, 8-ën. Por tash nuk është maj. Tash kam ndryshuar të krejt. Pastaj, mbetorinat, atë në mbetorin nuk janë njerëz, nuk janë gjenaze. A ka mena, prej gishtin kryve. Qysh njeriu, me qëfar karakteri, me qëfar ndjenje, haxhiu, për vdesti për ka për lungarkuse. A ka pinuj kje punë, e hanë pazari këta? A hanë pazari, për tërë për shtaja? Vëneri i madh i media dhe gazetarëve ndaj fesë dhe shtetit Saudit ka që për vete kanë, se për vete kanë, por
Unë të them, se unë shëh edhe shkoj shpesh, jo në haqë, po edhe kështu nga njëherë edhe në haqë, sa audiant në ratit, prej mbretit, drejt për së drejti, e dhe këtëri tek policia thjesht, dhe të njerëzit vullnetar, e bojnë të pamundurën për me organizu në mirëvajtje të haqit. E pa është një mision edhe emiri e Imarateve e ka dërguar një ekip special veç për me shkep ndihma vullnetare, ushqimit në Arafat, haxhive drek në për rrugë, andaj veç me shkep sa të mujë njerëzve. Me hangër me pi, për pikë qefit fi se bilillah. Shëqa, letë është me akuzu, por nisëm nga një parim i thjesht, apo një paralelizëm thjesht. Nëse një ndeshje futbollit luhet në Elbasan të Shqipërisë, apo në Shkodër, mes Shqipërisë dhe mes Serbisë. Sa përgatitje do të mi ba shteti shqiptar? E mos flasëm lu mes dy ekipeve të më dhatë botës, ku do të pritet me qenë deri në 60.000, 50.000 shikues. 5-6.000 shikues. Edhe gjithë aja alarmi madhë, gjithë aja mobilizim i shtetit, gjithë aja organizim, gjithë aja sa policia, sa kontrolë, sa kamera, sa... 6.000 vetë, burë. 6.000 vetë. Po 3 milion njerëz. Mentalitete vetë ndryshme, o burë. Vjen atje Mërkëlicë, naj më plakin, vjen burri, grune, ka, një fëmije ka ndorë, që të nëmërë Mërkëlicë, ku pe qenë marë ata, ti, ku pe qenë ata? Ku pe qenë ta, di ku pe qenë ata? Atje vjen plaki, s'monet me hecë, pa qefi madhë, e kanë që u djellë, tëpse ku ta dion, pa i hapën e dytë, tretë, mës me majtë rëdzohet. Tash, imagjinëm pas që asi njerëz, duke mos harru, se në haqë vinë njerëz të cilët kur njët asfaltin me sy pa nuk ta kanë, mos harra. Ka njerëz tillë. Ka njerëz tillë të cilët vinë në haqë, në stadion nuk shkojnë që ashtu në stadion. Stadion plesh 80, nuk shkojnë 80. Gratë me barë nuk shkojnë në stadion, shkojnë djemë të ri. Kjo dhe më shty ka pak e dërojnë. Ndërsa në haqë vinë njerëz të gjithë famoshave, prej fëmisë pasaj lindu, prej fëmisë më barë hale pa dalë, dhe këtire të plakën 70, 90, 100 vjetë. Dhe vinë njerë cilët asfaltin kur për jetë më sy asfalt pas kanë. Automobil kur një jetë pa nuk kanë. Një s'kanë pa automobil ai. Se është me deve, ose është me gomarë, ose as me deve, as me gomarë, me dëshkretine, ose me gjungla që dikon në Afrikë, ose në Indi, me lëpe, me bollica, ku di unë livrane punën, por Zoti ka shkru, ka në haqë burë. Aja as nuk din me hip në aeroplan, as nuk din me najt në aeroplan, as nuk din lift me hip, liftat që në shkallë, nuk din në burë. Qatë të jetë në ratët, me shty me zënë, nuk gudzën, me qitë kamë në shkallë, pas ka pa kurë Allah, për të lutëm. Normal është taj që ati më nga një kulturë, nuk din aj, do të me dhehet që ato. Andaj të në këtu jam, të në që këtu, mina në një vend shumë i vogël, mina është një vend shumë i vogël, natyrështë nuk për arrestojmë kërkon, ose njerëz në bëgjithasht jetë e njeriut. Islami ka ardhur për me rujt jetë e njeriut, nuk ka me shtrajt si jetë e njeriut. Ja. Nuk ka me të shtrajt si jetë e njeriut. Për dere sa jetë e një pulës është pak me herët, e një zogë është të shtrajt, se shpirtin ja ka dhe Zota ja merë. Për ata Omeri kalifja muslimanëve thëtë. Thëtë mirë jo në për veti, për shtetaraj, nëse një rak, a kënë me dinë e borë, nëse një rak atje një lupë, ose një hajvan një shtasë, me rëthu dikon, e vrahet, apo nuk gjënuj me pi dikon, tot nuk ka me dhallë logari për të nditë kiametit. Jena përgjithës? Shë përgjithësia. Por ndodhen këtë sartë, shkur ndodhen, inshallah, Zotet e kam shëru, familjeve tyne, Zotin ngushtlon e qënë sabër gajret. Po. Mirë Allah shumë vleftatër, nëse regjia është gati, do shkona me një pauzë shkur dhe pasaj këthejmë me një në studio për të vazhdu me pjesën e mbetur të këtij emisioni. Qëndrani me ne.
Po rikthyem në studio të dashur shikues për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni Rruga e Ndriçuar, si zakonisht pranë me neve është hoxha i nderuar profesor doktor Shevçet Krasniqi. Emisioni transmetohet në 3 televizione lokale, TV Valet, TV Mitrovica dhe TV Prizren, njëkohësisht edhe në YouTube mund ta shikoni live dhe në Radio Pendim mund ta dëgjoni. Atëherë hoxh, pa u bërkoj fillona me pyetjet që janë të shumta, po sigurisht një pjesë syre ndoshta mundem me lezu dhe me marr përgjigjen. Thot, selam aleikum, jam një motër dhe jam e martuar që 1 vit. Mirë, po kam probleme me burrin tim. Çdo herë është i vrazh me mua dhe po më thot shko tek familja jote e mos u kthe. Dhe më ka larguar nga dhoma fjetës, kam bë sabër afër 1 viti dhe këtë gjë nuk e ka ditë askush. Kur ka marrë në Kosovë, që domethënë është në diasporë, i kam treguar familjes time dhe familja ka thënë mos shko, mos u kthe më. Edhe desha një këshill prej teje sepse kam pas shumë presion prej burrit dhe vjerrive të mi. Allah ju shpërbleft, një këshill. Bismillahirrahmanirrahim. Motra, nuk e ka se ka fëmija, s'ka fëmijë te? Jo, nuk e ka tregu. Natyrisht, ai burri që sillet në atë mënyrë me gruan, ai është burri lig. Sepse Allah na ka ardhur me Kur'an që ose të sillemi mirë dhe grave, të mbajna me të mirë ose të ndajna me të mirë. Për ata Zotë edhe ka lejuar talakun, shkërorëzimin, ndarjen, ani pse është e hedht dhe jo rrejtun, për me gjithat e i lejuar. Me fjalë tjera, nëse këtij nuk i pëlqen gruaja, pse nuk e lëshon? Më po pëlqen qëndrimi i kësaj motre, e cila me gjithë presionin që ja ka bërë burri, forma të ndryshme deri te largimi nga dhoma dhe mosfjetja me te për 1 vit. Nuk ka qenë lehtë për te, por ka bë sabër, ka marrë me shef, ka tregu kërkujna, ndoshta mos po pendohet, po kthehet, po përmirësohet. Ata kur ka ardhur të shtëpi ka tregu familjes vet, natyrisht familja shumë kanë të drejtë me thonë asaj nëse më nuk kemë shku. Dhe fetarisht, nëse një burrë e largon gruan e vet nga shtrati për mbi 4 muaj ditë, pa arsye të fortë, bindëse, edhe pa lejen e gruas, automatikisht gruaja ka të drejtë me nda prej burrit. Ka të drejtë me nda prej burrit. Ka të drejtë ka dia gjykatësi me nda, pa e vetë burrin heq, edhe nëse ai nuk e lëshon. Po nëse ka dia gjykatësi nuk ndërhyjnë, apo nuk ngritet procedura të gjykatësi, mundet edhe me njerëz, me gjendë që shtemi ne, me çuburra, me njerëz, ka të drejtë motra më nda. Por unë kisha thënë nëse motra në veçanti ka fëmijë, është mirë që tash familja e tij me familja e saj me marrë këtë meselë në dorë, këtë punë, me negociu me familjen e djalit, me djalin, me qyra i pak çaj ka ranet, çaj ka kryt, ka met, a mos e gutë, mos e përmirësua, ku ta diun, dhe pastaj bashkërisht me vendos. Ose nëse gruaja shef se burri ka cilësi të mira, por ja që runa Zot, diçka ka luajtur hesapi, më munduhe me këqyr, me justifiku burrin, me përmirësu vetveten nëse diçka burri ka gjetë në një behane. Ose më mundu me bindë burrin, me thonë për këthena, por më këthy si gru. E jo që është më këtë trajtu, më trajtu edhe me tej. Zotë e zgrat hajrin. Amin. Vazhdojmë me një pyetje tjetër, thotë jam një vajzë 14 vjeçare, kom pa apo kom një në Facebook që shkencëtar po kallëzojnë që me 28 band kiameti, unë po tut na shumë. A ka një këshill hoxha? 28 çka? Të ora? Se ka cik kur? Jo, motër, Allah në gjennet qoftë. Ne dhe të më tutë për i gjenaheve tona, më tutë mos për në nëzanë vdekja në formë jo të mirë, më tutë mos nuk këna punu punë të mira për mas vdekjes, më tutë anë e ka prënu, apo s'ne ka prënu Allahu këtu punë të mira që i bojna kur dalëm ditë gjykimit, i tutë dënimit Zotës është i madhë. Po,
por mjetu të supozimeve të kujdo qoftë, se do të bëhet kiameti këtë ditë edhe atë ditë, jo, sepse kiametin nuk e din as kush këtë dunja kur do të bëhet përpas Zotit. Ato prallën, kush thot se do të bëhet këtë datën atë datë, këtë vitën atë vit, këtë dekatën atë dekatë, ato janë pralla. Që s'duhet besuar. Se nuk duhet besuar, as nuk duhet kryt me to. Kanë thënë se do të bëhet kiameti vitin 2000 pralla. Kanë thënë se do të bëhet kiameti vitin 2012 apet pralla. Prallën ato. Vazhdojnë t'jem pralla dhe me tej. Shkojmë me pyetjen tjetër. Nuk e di askush kur bëhet përpas Allahut Azza wa Jall. Tha desna me pyet hoxhën e nderuar, çka thot në Kur'an në lidhje me temën se a rrotullohet toka rreth diellit apo jo. Shqeqa këto, Kurani neve na shpjegon se toka sillet, dielli sillet, se cili planet sillet, lëviz, kullun fi falakin yasbahun, notojnë, sillen, lëvizin. E që ka të thëtë se Kurani paraprin shkencës shumë këtë mesele, përderisa shkencëtarët deri vën kanë menduar se toka nuk është rrumbullakt, e lëre me mosil, pas është rrumbullakt jo, por e drejt, e pas taj logjika e ty, imagjinata, ku e funi, a është tërë në fund të atje, a është drejt, që ka ma se që kesh largë, hajtajt hup, që ka ma se ne mohu, pas taj ku sheman tokën, ku rrën këtë tokë. Tëna këtu kanë qenë imagjinatat njerëzve, që janë mundu me dhanë përgjigje, por nuk kanë mujtë. Kurani jonë në e cekë, që 1400 vjetë, se toka sillet, se toka është rrumbullakët, dhe këte kanë cekur ulemaja tona për tefsire, që 700, 800, 900, 1000 vite. Qëta ulemaja tonë, djetarët e tonë për tefsire, se kurse Fakhrur Razi, se kurse Ibn Hazmi, edhe shumë të tjerë e kanë cekë se toka është rrumbullakët dhe toka sillet. Nuk kanë pas teleskopa, nuk e kanë pas satelita, nuk kanë pas fotografi, por duke nxjerrur për ajeteve, duke zbërthyer ajetet koranore. Pastaj, me përparimin e shkencës, këto punë përkaset është komplet shkencës. Që Kurani ka një pjesë të shkencës, por ne nuk mund të themi se Kurani është libër shkencor. Ja. Kurani nuk ka zbrit me na shpjegu neve kimin, fizikën, e matematikën, e aritmetikën, astronominë, biologjinë, e tjerë e tjerë. Nuk ka zbritur. Kurani, esenca kryesore, thelbi, zanafilla, synimi kryesor që ka zbritur Kurani dhe këtë librat e shejta, është njësimi i të madhit të Allah. Është sharrimi i besimit, shpjegimi i besimit të shëndosh në mënyra të besuarit të shëndosh në Allahun e madhruar, se Zoti plotfuqishëm me emrat e tij, me cilësitë e tij, në pejgamberin e Zotit, i dërguar i Allahut, në ditën e gjykimit, se kemi me vdekur dhe me dal para të madhit të Allah, qysh jemi këtë dynja. Pra qysh nuk po dëshon që jemi këtë dynja, mos dëshon se kemi dal në botën tjetër. Këtu janë zanafilat, apo këtu janë pikat kryesore për të cilat ka ardhur Kurani, por megjithatë në Kur'an ka për martese për fejes, Kur'an ka për adhurim për ibadete, në Kur'an ka për shitblerje, në Kur'an ka për trashëgimi, Kur'an ka për probleme sociale, zgjedhje probleme sociale, Kur'an ka shkencë, Kur'an ka matematikë, Kur'an ka gjeografi, ka histori, ka çka dush. Pra, këtu i përkasin shkencës, po toka dhe dielli sillen, po shkojmë. Pyetja radhës thot jam një motor dhe duke studiuar veterinarin, a është e lejuar? Dhe a kam se vapen në kjo punë dhe çfarë më thot hoxha i nderuar? Zotit në mofti dhe tanë muslimant, veterinarin me studiu do të thot më bo mjek i botës shtazore, i shtazve baktive, me mjeku baktit, është halal haram? është halal? Me mjeku baktit, është halal haram, është halal. Puna si punë, me mjeku baktit, me mjeku lëpt, e delet, e pullet, ku ka këto haram? Ta është këtë rast që është femër? Po mjekimi si mjekim, po me mjeku njerëz në spital. Njerëz në spital me mjeku. është haram halal?
Po dhe hajvanën haram halal. Po dhe femna, se femna s'bëm një ku e pullet në ka një kësirë lefë të sena. Mirë, shkuna me pyetjen Po tjetër. të më thonë që është pak e ndishme për gjinin femërore, natyrisht, për gjinin femërore shumë sa e ndishme, por në gjithatë nuk më thonë që të ndaluara. Po. Thot, a lejohet me majt maca? Po, kemi thonë sa herë macën bën me majtë. Sahabët e pejgamberit kanë majt. Bile Ebu Hurajra radiallahu anhu është quajtur Ebu Hurajra, emri i nuk është Ebu Hurajra, është Abdurrahman, ka emrin, është quajtur Ebu Hurajra në emrin të një mace. Ebu Hurajra baba i macës. Po? Thot, selam aleikum, jam Rahimi nga Begaj, deshta me pyet hoxhën për namazin e xumas. Ku dita e Bajramit ka ra në ditë xumaje, hoxha jonë në ka thonë se ai që ka falë namazin e Bajramit nuk e ka obligim me falë xuman. Deshta një përgjigje për hoxhës, së ndërum sepse sa dione, një xuma është tani që në Bajrama. Kjo nuk ka ndodhur që ka ndodhur më herët, po, ka ndodhur në Ramazanin apo në Bajramin e kaluar, ka ndodhur më herët. Këto ulemaja me thonë të drejten janë ndarë në në dy pjesë. Ka për ulemave të cilët mendojnë sikur se Hanefit se dohet me fal pa çare xhuman gjithsesi, po dhe Bajramin. E tani Bajrami është sunet e vajxhib, Hanefit e kanë që është vajxhib, të tjerët e kanë që është sunet, por nuk e zaventson njëra tjetrën. E ka prej ulemave, prej medhhebeve të cilët kanë thonë se nëse bin Bajrami dhe xhumaja në ditën e xhumas, e fal njënën, nuk e fal tjetrën. Unë mendoj për veten time do të më fal edhe xhuman. Thot, selam aleikum, hoxhë nderuar. Vllau ka dalë nga shtëpia me bashortën e tij, sa ka qenë baba gjallë, pa pëlqimin e tij. Dhe tash baba ka vdek, vllau ka shpejt dëshirë me u kthy, mirë po, mota dhe vllau kanë thënë që ai mundet me u kthy, mirë po gruaja e tij jo. Nëse ke mundësi me na këshillue në këtë rast. A i mundet më këthy gruaja ti në ju, që më bëjë pa gru? Kjo kupton si kur gruaja ka qenë shaftare që ajo... Jo, dhe kupton që mësë hajde heqë. Kjo kupton që mësë hajde heqë. Nuk është rregull kjo punë, që o dalë me gru prej shtëpisë. E mirë. Kusht e keqë. Ka dalë pa pëlqimin e babës. Pa dëshirën e tij. Mund të jetë mënyra që dalë pa pëlqimin e babës. Gruaja ka bë presion, tash të do me dalë kë. Po mirë, gruaja ka bë presion, po gruaja ka të drejtë. Me i bë presion burrit për me dalë në shtëpi vetë. Pasha Zoti ka drejtë. E di që shumë prindve vjehrrive i duket e jashtë kjo mesele, gruaja fetarisht ka të drejtë me i bë presion burrit me thonë barane qare. Që tëmë të mua në shpitem. Ku me la nanën dhe babën? Djalin nuk dahet për nanës e babës. Nuk dahet për nanës e babës. Mentaliteti apo bindja se nëse djali dhe në shpit vetë, o da për nanë për babë, është gabim. është gabim. Por? është gabim edhe nga ana e familjes, nëse kuptojnë se këtë djali është da, tash mos interesohet për babë për nanë. është gabim edhe nga ana e djali nëse mendon se valla tash dova për babë për nanë, më nuk kam për ty, nuk kam dhe ty në obligim. është gabim nga ata dhe nga ata. Jo. është gabim. Djali si djali. Edhe në Amerikë nëse është, e ka për obligim u kujdes për babën e për nanën që janë në Kosovë. Edhe në Amerikë koftë, jo këshi babës, edhe në Amerikë koftë. E tani mënyra që kujdeset për te. Mënyra që kujdeset për te. A e pagoni shërptor. A e lëshën punën atje dhe vjen rënd të baba vetë që atë. A nësë është këshirë, vjen të baba rënd, sa vjen për punë, shkën të baba sefte, pra se me shkën punë, shkën të baba të nana, këtë jeve punë, shkën të baba të nana, ta në shkën të shpjeve, pak hanë për në përshan, apet mëra me rënd të nana të baba, i rahat të një fështërëvenje, pre nga ditë buke në sende, që këtove të djallin nuk da për nana për babe. Gruja, me kanë gruj mirë, e fisit mirë, me kanë gjak muslimani, me kanë gjak halal, po ajo edhe pëse da, ini më në vjehrive
shkon për ditë, i përgatitur që me i fshin, me i pastrojnë. Pa të lutem, pra, do të më ndak të gjana. Në një, gruaja ka të drejtë fetarisht me kërku prej burrit, ti quaj me presion, quaj edhe ashtu s'ka dërt, me kërku prej burrit më nda një o gjak dikon, nga qitime në gjakit vetë dikon. Kur thëmë plesh me i dalë gjakat, ja kon datë mive gjakat. Ka të drejtë. Nuk bën me imjet hatri, vllaznive dhe prindve, pse gruaja pa kërkon më ta. Në veçanti, kur jenë sigur se në këtë rast që kanë djalin tjetër. Në veçanti. Problemi është pak më i madh kur djali vetën nuk ka vllazën, ku ne me lëm prind. Ndërsa kur ka djalin tjetër, edhe ka vllak, nuk ka të keq që më ta. Pra tash, djali dën nuk kthye. O nuk e di pse ai dën më kthy. Po megjithatë, nuk kthehet vllaznia vetë shpit vetë. Megjithatë kthehet shpit vetë. E pse mi hak marr grus? Konatës grus të huj, për çfarë mi hak marr? Mirë, po vazhdojmë me pyetjen tjetër, thotë selam aleikum. Këshilla sa tha këshillana, më se hak merr grus. Vllau dën më kthy, le të kthehet. Mos i largoni vllaznin. Pa me hap derën. Po do të përbi o burr. Po nuk bën tash, jeni ke gabuti. Po kam la ilaha illallah, po hyt është ai, vlla hyt është ai. Po. Thot selam aleikum, një pyetje hoxhës së nderuar, unë i fali 5 kohë namazit edhe namaz natë fali, mirë po çfarë më preferon hoxha me bë diçka më shumë, sepse këtë këto çka po e bëj, po tutna që s'po bëj kur gjë. Allahu të ujt, e dasht, e të forcoft, e të ndihmoft, e shtoft që i ftat tu. Kjo është alamet shenjë e muslimanit mirë, e imanit fort, e bindjes të sinqert në Allahun e madhruar. Muslimanët e mirë gjithmonë kanë punuar shumë, por janë tutur shumë. Janë tutur shumë, mos nuk i pranohet puna e tyre. Për atë arsye, kur thot Allah azza wa jalla alladhina yutuna ma atu wa qulubuhum wajilatun, dhe ata të cilët japin atë çka japin dhe zemrat e tyre janë të friksuara, kanë thënë shumë ulema, janë të friksuara se mos nuk pi pranohet, pra mos nuk po bëjnë boll. A dhe këtë parë do ta ketë muslimani. Muslimani dohet me pas bindjen në kry. Unë për Zotin tim, për dinin tim, kur boll nuk më me pa. Andaj, ajo nashta Zoti është i kënaqur me te, po ky më thon tuta nuk, sepse Zoti meriton më shumë. Zoti meriton më shumë. Sigur se një njeri që kthyer prindin e vet. E kthyer kujdes për prindin, rringate prindin, basaber e tjerë, por gjithmonë thot për tutna kumin hak prindit. A thot është djali i mirë? Apo thot tepër më qyrën? Po kërkosh në botë nuk ka sikur që këqyri, e ke bën namin. Po këqyri burr. Plot i këqyri se ti më mirë se ti. Pra edukat e tina është më thonë, po jam mundu me këqyri babën, por nuk besoj që kam dalë hake, sepse haki babës është më i madh. E nëse thot kështu për babën, po për Zotin, andaj ata që kisha thonë me shtu ky nderun, me shtu dhikrullah, me kujtu Allahun shumë të bareke u taala. Me kujtu Allahun shumë, ditën dhe natën, dhikr me bë shumë. Po. Mirë, thotë, çka mendoni për mendimin pozitiv? Daud Demaku, ku thotë se jeta e njeriut varet nga mënyra e menduarit. Thjesht e mohojnë kaderin e Zotit. Daud Demaku Zotit drejtoft. Sa ti ka hop kibla. Ai ka lëshuar rrugën e babës vet. E ka pas një babë Flori, i përmendur këtë Drenicën, i përmendur këtë Prishtinën, më kam jetë shumë marak, zakonisht marak më kam jetë, që se kam bitë kur ka vdek, me marë pjesë në varrin tina, sepse falet e onë shumë gjamit madhe, dhe për te jo vetëm unë, por këtë ata që njofin, e që kemë bisedu me ta kanë fjalë, zakonisht fjalë të mëdha miradije, por jo për djalin e tij. Për babën e tij. Për babën e tij. Baba i tina, tamam, musliman, burr,
trim, i urt, i meqëm, tanat mirat. Allahu e pas më shiru, e pas bërë banor të gjenetit. E djali ja drejtovë Zoti. Sepse ja pështjel shumë, qytetarëve tanë ja pështjel. Të çështjet menduarit pozitiv, kjo është temë gjatë, e të ki bëveç pyetje këto. Nuk do të thotë, nuk bën në kuptu që është pjesë e fundit, se të menduarit pozitiv, jetën varet ka të menduar pozitiv, është më hemi kaderit. A ke që ashtu? Ja, nuk ka në mendu ashtu. Ja. Jo. Sepse ne edhe me islam, ne do të mendoj mirë, e që i bjen pozitiv. Ne muslimant, e konsiderojmë kaderën e Zotit hajër për ne krejt? E konsiderojmë? A themi për kushteve të imanit, o bil qaderi, khejrihi o sharrihi, min Allahi ta'ala. Kështë jam pëse për thmive, për i feminisë. Për kushteve besimit. Po pra, dhe kaderë i Zotit, caktimi i Zotit, hajrë dhe sharë, amel dhe jeftë, mirë dhe keqë, që ty do këtë keqë, që ka vem për Zotit mirë se hartë. Pse? Sepse ti je i bindun, dhe ashtu duhet veprua, duhet pasat bindje, se Zotit keqë nuk punon. Ja. Zotit keqë nuk punon të bareke o ta'ala. Pastaj, hadithet tjera që flasin, se puna muslimanit, çështjet e muslimanit, krejt jeta e muslimanit për të është hajër. Hadithi vërtet, Buhari dhe Muslim, jeta e muslimanit është hajër për muslimanin, krejt është hajër. Krejt është hajër. Wa laysa dhalik illa lil mu'min, dhe kjo nuk është për askënd për muslimanin, veçanërisht të muslimanit. Kjo është specifik për muslimanin. Jeta e tij është hajër. Për atë arsye të menduarit pozitiv. Pra, edhe nëse je smut këtë rast, për marrëm një pjesë të jetës e njeriut, që njeriu mund të mendoj negativ. Mund të mendoj negativ, që kam gjetë mu, se gjetë kërkën, pse veç mu e të tërkën jo, që ka do të bëhet me mu e në të ardhmen, a ka ku shumë qyra, sa shumë qyra, atë qohën, avdeses, në pasoja, jesërat, tjere. Këtu mund ndikojnë shumë të njeriu. Në shërimin e tij, mjekimin e tij, në sevapin e tij, në gjënahin e tij dhe kështu me radhë. Muslimani, çish mendon tash këtu? A mendon mirë a keq? Mendon mirë. Për të arsye Aliu radhiyallahu anhu, Aliu është burra më të mëdhenj në dunja, thotë, nëse nuk smuhemi ne, mos e fola për smundje, unë tutna mos po na shtyn Zoti për ahiret. Edhe gëzohna, kër më ka pak kryte, smuna ka pak, se di që Zoti nuk për milen këtë për ahiret, për da në këtë dynja, se me të falin gjënahet. Për atë arsye, ne kër që kënë me vizlu të smuare, që i themi? Tahur, inshallah, s'pastrim. Edhe se ne të këtë me thatë smutit. S'pastrim, inshallah. Pra, këtë smutit të ka që Zoti, nuk të ka që rasisht. Nuk kemi më shirë syte me zgjithë cëllën për kapë. Latë nëse e le ty. Ka orëtësi të Zoti. Ka zgjidha Allah me të smu, bëni fort. Dije se është hajrë për ty. Për qëfar harje hoqë smuj? Burë, për të smërvesh. Të shëvesh ditë që kash, nuk për shem halargë. Smuja është hajrë për ty. Govlaun ti. Këta kemi kuptu, po ndoshta kuptam avan. Pra musliman me ndën pozitiv, me ndën mirë, po. Një pyetje hoxh, thotë selamu aleikum. Ka ta merë Gjebraili shpirtin, a është gjina me qitë nusën në prokushi? Unë s'jam të mu. Po s'kito... Po di që ka dhe që me thonë? Kërkun kësë ja ka dhonë, heq. Në këtë respekt në dajtina, kërkun s'ja ka dhonë, nuk di që ka dhe që me thonë, Gjebraili mas pare shpirtin, nuk ta merë. Si që njëfet popull? Gjebraili, Azraili, njëfet popull, jo Gjebraili. Gjebraili nuk merë shpirta. Ja. Shpirta merë me laqja vdekjes, e që kanë thanë në për libra të fësirit, në për libra të historisë, jo në hadithë, nuk ka në hadith, nuk ka hadithë që e cekin emrin e Azrailit, nuk ka. Nuk ka, asa jetë as hadithë, emrin Azrailit me laqës e vdekjes, për që e cekin me laqës e vdekjes, melekul maut, me laqës e vdekjes.
Por është transmetuar edhe pej ehlul kitabit, e tharët librave të shajtat më që pej evrejve që fotve me 1000 vjet, edhe është përcjellë edhe tek krishterët, tek muslimanët, se emri i melaçës së vdekjes quhet Azrail. Dhe ja bën natë, sepse është Gjebraili, melaçja kryesore, është Mikaili, melaçja e rrezikut, është Israfili, melaçja e frynsurit dhe bart arshën të njëjtë kohë, melaçja e bartë të arshën, dhe Azraili, melaçi me shpirtat, e që për 4 melaçeve më të mëdha dhe kryesore që ka kriju madhi Allah Azza wa Jall. Çdo që të jetë, kjo nuk ka të bëj kur gjë, kjo zot një jap shpirtu, kjo është në zonë, kjo është ka jap shpirt, ka bëhet sual, ndërsa te nusin që ka dalë, që ka dalë punë të vetë ai ka. Nuk ka të bëj melaçi vdek me nuse kur gjë. Nusi vjerë, edhe sa ka dalë me edhe ditë edhe sa janë gjithë përfyte melaçi aty bën ka ku shkon, s'ka ku shkon, po se melaçi apo të kthehet ajo. Nusa të qip punë të vetë ka dalë shkon, kë leni në rahat se kjo është të dhënë shpirt. Kjo siklet madh. Kjo siklet madh, Allahu na letoft momentin e vdekjes, ja Rabbi, e që është momenti më i rëndë jetën e njerëzit. Nuk ka moment vujtje, nuk ka fazë të jetës e njerëzit që përjeton njeriu më të rëndë se sa çasti i fundit, se sa dhimbje të vdekjes. Keni një pyetje prapë në problemin e nusës të një pyetje për hoxhën. Problemi me nusa. Nusja thot nuk po sillet mirë me prindit e mi, nuk po respekton pra nanën dhe babën, nuk ja bën drekën as mëngjesin. Po ashtu thot ankohet që s'ka çka më bë, ushqim ndërkaq po ashtu as ato që ka fëmijë s'po mundet, do thot të kujdeset. Unë s'jam i kënaqur me tonë, çka më këshillon hoxha. Ka fëmijë, që nana tona s'kan pas fëmijë. Ja, vetë kjo kish bëhet fëmijë. Kush ky dynja fëmijë nuk kish pas. Ja. Gra tjera, nana tona, motra tona, halla tona, gjyshe tona nuk kanë bëhet fëmijë. Kur? Ndërsa kjo ka bën namën që ka vëtë të rëthmin, namën e ka vëtë menet ashtë kërë shpines, edhe mja prova të 20 shërptore dhe menet gati. Burri ka pajtu. Tu burri ka pajtu. Po, pasha, zotë, se s'dëm pregadit, po, në rëpa hamar vesnike, rëpa hamar, të s'ka në po hajmë, ty që t'jërre. Per me hamar dhe me punu. Nuk ka vëdi hamar këtë dinja. Po, kjo është e njohër. Per me hamar dhe me punu. Me hamar pa punu, ka në gjenet. Këto nuk ka. Valla se mi kanë dhe, se me shku, s'kenë që më këthimu këto. Këto nuk ka, këto dhe me punu. Fisnike, i ardhë të burri, të më që me punu. Atë sa ke takat, atë sa ke mundësi. Por me thonë nuk du, nuk qëndrën kja. Kja nuk zënë tjetë. Jo, për qa s'dënë të me bubuk? Apo me ditë për qa? Mund është me qene smut, pa qef mjëde, do në ditë 2, 3, 4. Por, nuk është në regullë e punë. Pastaj, ku a kultura, ku nuk e kam këtë meseljen të fështira me kuptu edhe nga nga psikologjike, të shinin vetën e vajzë e re, nusë e re, më që vihra, 50, 60, 70 vjetë me bubukën, kja ratë. Ose të përkundjale, mytë e përkundjë, kështë për flena, e mytë, e trollën, veç për së bubukë. Ka zëmë të mu, qëfar ndjenjash ka e nuse. Kjatë mesele. Qëfar knatësie ka e jetë, ka zëmë të mu. Në burra jena, edhe nuk kërkohet për një bubukën, me gjithate, me knatësi shumë të madhe, i një mojmë grave. I një mojmë, e kapën e sane qësë që aty, kur që në mëra që zapët që atje, që bëhet? është ma lezet, është kur marrin pjesë të tanë. Pa të lutën këtë ka pa, po dhe marrin pjesë është ma interesant. Po pra, pastaj është ma modestie, ma sevape. Pa të lutëm. Kur nusja shef se nuk pëllujnë të tanë vetë. Do vje rritë mirë, thënje e vje të rre, nuk ka në vejti më që në one, plake. Dënë se lodhë nusja që oti nga rati vetë, nuk e le nusën. Edhe ka qef minimu. Shkëm këtë në herë kur ka pas me mush, kanta ujtë të kronje, të bonarje, dhe t'je bje ja, unë të baj ujtë. Unë të baj ujtë.
minimu ka pak. Ose vira atje për kun fëmin, dhe ato në të këqyri fëmin, se që ta ka ma let me këqyri. Ta me qenë të angazhuar, është jeta ma në harmonie, ka ma shumë knatësie, razije. Zotët të drejtoft atë gru, ja, Rabbi. Kena një pyetje të njëjtë gote që pyet një dëgjues apo dëgjuese thotë kisha pas dëshimin e kallëzu hoxha, a kanë obligim si djali, si vajza që është e martuar më përkujdes për nanën e tyre, që është e smund dhe nuk lëviz. Si djali, si vajza. Djali pa dyshim, kush më kujdes për nanën se nuk e ka obligim djali. Kush ka obligim? Atë kallëzon ti mu. Kush ka obligim? Nëse djali nuk e ndjen që ka obligim, më kujdes për nanën, kallëzon ti mu, kush e ndjen obligim? Kush? Vajza për djalë kry. Tash, obligimin, hakin e nanës që ka djali. E kryn djali vetë. A e kryn gruja e djalit, në më tha reja, e që të në ndohë kështu, elhamdulillah për Zotit, reja që vjerën, me ka në smut sepse burë del punën. E punën, se në lenë se me lanë punën, të në më që me hongre me pi, a i punën, kënë vend burët, ja që vjerën. Ose djent, fëmija, qikat, djemt e qikat. Nuk ka më rëndësi, kosh më rëndësi është, nanën mja këqyrë këti dikush. A pas për kujdesi? Po, pa tjetër. Sa i përket qikjes tash, që kanë fest huj, nëse burri e lejon, ka të drejt edhe sevap me këqyrë nanën. Nëse nuk e lejon burri, bie obligimi prej sajna, bie obligimi prej sajna, bie obligimi prej saj, nuk e ka më gjëna, nuk e ka farz, por i mbetet djalit. Gruja nuk e ka obligim farz me këqyr nanën nëse burri janë dalën. A nëse burri thët, ja, në të nanën, sa për mu kusht komunal, të komunal e hera, shumë që nanën tonë që këshi, kështë nanën tonë, edhe nanën ka kush e këqyr, djallin ashtë apo s'da me këqyr, apo se këqyr mirë, këtë rast e obligohet grusi, një qikës me këqyr. A nëse burri ndalën, ja. Pse? Sepse numër një, që ka gruja hak në këtë dynja, ndaj kujt, kush është burri. Nana menër është dyta. Dhe nëse gruja vjen të nana me kështë nana, pa lejnë e burrit, a i hen hak burrit. Dhe del për shpis, pa lejnë e burrit. Dhe thënë urdhërin e burrit, ta në këtë në gjëna. Pra të arsye, për cilët dynjaja, pra të arsye kur gruja e mirë, nusja në këtë rast, sillet mirë me burr, sillet mirë me vjehri, sillet mirë me kunata, e ndjen vetën pjesë kësaj familje, nëse e sprovon Zoti këtë dëm, smuhet nana atje, e vllaznia që kësaj në kunatat, tash me burri edhe mos me dash nuk ka fytyr me nal, sepse kjo ka këshyr këtina nanën e bovën e familjen. Dhe ton familje dhe një shkëqyrë nanën tonë tash atje qyshja, sepse të neve na ke këshyr. Edhe e mira, thët popullë, e ka të mira. Hoxhë nderuar, sigurisht kena shumë pyetje që po presim me marrë ndonjë këshill ose ndonjë përgjigje për teje, po ja fundi këtij emisioni. Fundi vjen edhe kësaj jete krejt, e vjen dynjas krejt, edhe kullu men alejha fan, o yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, edhe krejt çka kante, çka thon Allahu do çka të rrohet. Krejt çka kante. Krejt këtë gjithësi dhe që ka të rrohet me yje, me toke, me qeje, me detra, male që ka dhe mbetet i vetëm Allahu i madhruar. Pra është dhe sene vje funi, të barek e utala. Allah shpërblet, faleminderit shumë. Gjithashtu. Shikos të nderuar, pra këto është fundi këtij emisioni, më shpresoj që kemi kaluar mirë dhe mbi të gjitha kemi përfituar nga ky emision. Deri në javën e ardhshme, asalamu alaikum.